Horoskopi vjetor 2026 për dashin, këtë vit deri më 30 qershor, vazhdon një periudhë shumë pozitive për zgjerimin dhe përmirësimin e jetës tënde personale. Ndihesh më i sigurt në lidhje me familjen, shtëpinë dhe kushtet e jetesës. Këto fusha të jetës po lulëzojnë, po fitojnë vrull dhe po përmirësohen gradualisht. Ky ndikim zgjat mbi një vit dhe nuk është diçka e re. Ai ka nisur më 9 qershor 2025 dhe do të përfundoj më 30 qershor 2026. Ndërsa viti 2026 fillon, kjo energji është tashmë aktive dhe e ndjeshme në jetën tënde. Gjatë kësaj periudhe, ndihesh më rehat me pozicionin ku ndodhesh aktualisht. Krijimi i lidhjeve të sigurta, të ngrohta dhe mbështetëse vjen më natyrshëm. Vëmendja jote shkon shpesh te rehatia, bukuria dhe stabiliteti i shtëpisë, si edhe te lidhja me rrënjët, familjen dhe të kaluarën. Një tjetër dhuratë e kësaj faze është aftësia më e fortë për t'u ringritur pas vështirësive personale. Edhe kur shfaqen probleme, ti i përballon më me qetësi dhe besim, edhe pse ky është kryesisht një tranzit shtëpiak, marrëdhëniet emocionale të ngushta përfitojnë shumë. Çdo person me të cilin ndan ndjenja të thella mund të afrohet më shumë me ty gjatë kësaj kohe. Bota jote e brendshme, jeta familjare, aktivitetet shtëpiake dhe organizimi i jetesës zhvillohen, rriten dhe përmirësohen. Marrëdhëniet me familjen priren të jenë më të këndshme, më të ngrohta dhe më mbështetëse. Kjo energji mund të shfaqet në forma të ndryshme, në varësi të situatës ku ndodhesh. Mund të ketë zhvendosje në një shtëpi të re, shpesh më të madhe ose më të rehatshme. Mund të bëhen blerje të rëndësishme për shtëpinë ose pasuri të paluajtshme. Kushtet aktuale të jetesës përmirësohen ndjeshëm, disa mund të marrin kredi, mbështetje financiare ose mundësi për zgjerimin e bazës familjare. Familja mund të zgjerohet, ose shtëpisë t'i shtohet diçka e re. Disa mund të marrin një bashkëjetues, ose të kalojnë më shumë kohë me miq në shtëpi. Jeta në shtëpi bëhet më e qetë, më funksionale. Disa desh gjatë kësaj periudhe mund të bashkojnë burimet me partnerin dhe të vendosin të jetojnë së bashku. Bashkëjetesa, ndarja e përgjegjësive dhe ndërtimi i një baze të përbashkët bëhen tema të rëndësishme. Nëse të sjell gëzim, pritjet dhe mikpritja në shtëpi mund të theksohen më shumë se zakonisht. Përndryshe, thjesht mund të përjetosh një ndjenjë më të fortë qetësie, privatësie dhe sigurie në jetën tënde shtëpiake. Gjatë kësaj faze, ka shumë gjasa të kalosh më shumë kohë me familjen ose në shtëpi. Mund të ndihesh pak më i tërhequr nga bota e jashtme, më introspektiv, ndërsa përqendrohesh në forcimin e brendshëm dhe në përmirësimin e bazës tënde emocionale dhe fizike. Ky izolim i lehtë nuk është negativ, përkundrazi, të ndihmon të mbledhësh energji dhe stabilitet emocional, gjë që është shumë e dobishme tani. Në përgjithësi, një energjë pozitive shtesë hyn në jetën tënde familjare. Problemet e vjetra me familjen, që mund të kenë rënduar për një kohë të gjatë, kanë mundësi të mbeten pas ose të zgjidhen më lehtë se më parë. Për ta shfrytëzuar sa më mirë këtë ndikim, është e rëndësishme të mos e teprosh me investimet në shtëpi ose me zgjerime dhe përmirësime që shkojnë përtej mundësive të tua reale. Balanca mes dëshirës për rehati dhe realitetit financiar është kyçe gjatë këtij cikli. Jeta personale shpesh merr përparësi ndaj asaj profesionale ose materiale. Shtëpia, familja dhe ndjenjat e brendshme bëhen më të rëndësishme se ambicjet e jashtme. Marrëdhëniet familjare mund të përmirësohen ndjeshëm, edhe pse problemet e vjetra në fillim mund të duken më të forta, pikërisht për të shtyrë t'i përballosh dhe t'i zgjidhësh një herë e mirë. Kjo është gjithashtu një periudhë shumë e mirë për të nisur një biznes nga shtëpia, studime në ambient familjar, ose projekte që kërkojnë qetësi dhe fokus. Në një nivel më të thellë psikologjik, besimi në veten tënde dhe ndjenja e sigurisë rriten ndjeshëm gjatë kësaj kohe. Sfidat e mundshme gjatë kësaj periudhe lidhen kryesisht me teprimin. Mund të shpenzosh më shumë para se ç'duhet për përmirësime në shtëpi, ose të përqendrohesh aq shumë te jeta familjare, sa fusha të tjera të jetës të mbeten pas dore. Në disa momente mund të ketë edhe një heqje dorë nga zgjerimi i horizonteve personale, si në aspektin social, profesional apo intelektual. Her pas here, shmangia e përgjegjësive mund të bëhet problem.
Dëshira për t'i kënaqur të gjithë mund të shtyjë të marrësh mbi vete më shumë se ç'duhet. Por teprimi të lejlodhur, pasi duket sikur koha dhe energjia nuk mjaftojnë kurrë për të plotësuar të gjitha nevojat. Strategjia më e rëndësishme tani është të kërkosh lumturinë brenda vetes, jo tek pritshmëritë e të tjerëve. Me pak moderim dhe vetdije, kjo periudhë mund të jetë jashtëzakonisht shpërblyese. Në përgjithësi, ka shumë gjasa të ndihesh emocionalisht i sigurt dhe i mbështetur. Është një kohë ideale për rregullimin e folesë, për pastrim emocional dhe një periudhë shumë e fortë për psikoterapi, reflektim të thellë dhe çlirimin e problemeve të vjetra, pasi je më i gatshëm të shikosh rrënjën e vërtetë të vështirësive. Mund të kesh më shumë fuqi dhe burime për të stabilizuar, kryesisht përmes shtëpisë ose pronës, por edhe për projekte afatgjata biznesi. Mësimi ose zhvillimi personal. Ndjenja e sigurisë dhe stabilitetit mund të vijë gjithashtu përmes një interesi të veçantë, një bindjeje të përbashkët, ose një rrugë edukimi që të frymëzon. Mundësitë të tjera përfshin afërsi më të madhe me familjarët e partnerit, vjehrit, bashkëjetesë me familje të zgjeruar, mikpritje e miqve nga jashtë vendit në shtëpinë tënde, vazhdim ose zgjerim studimesh nga shtëpia, veçanërisht gjatë muajit qershor. Pozicioni yt është shumë i fortë për këto çështje. Mbështetja planetare forcon edhe më shumë jetën familjare dhe shtëpinë. Mund të gjesh një kuptim më të thellë ose qëllim të ri përmes jetës në shtëpi, rregullimeve të jetesës ose marrëdhënieve. Përmirësimi i jetës shtëpiake lidhet ngushtë me dëshirën për më shumë pushim, qetësi mendore dhe rifreskim shpirtëror. Mbështetja mund të vijë nga prapaskena, ose ti vetë mund të zgjedhësh të kalosh më shumë kohë në shërim, rigjenerim dhe kujdes për veten. Në këtë periudhë, fiton një vizion më të qartë për jetën tënde personale dhe mund të marrësh ide të vlefshme se si të përmirësosh bazën tënde të jetesës, shtëpinë ose strukturën mbështetëse mbi të cilën mbështetesh çdo ditë. Gjatë kësaj kohe mund të ndihesh më bujar si materialisht, ashtu edhe emocionalisht. Është një periudhë shumë e mirë për të pastruar hapësirat në shtëpi, për të liruar energji të vjetra, për të zgjeruar kontaktet dhe për të forcuar lidhjet me njerëzit e afërt. Gjithashtu, është një moment i favorshëm për të gjetur paqe me të kaluarën. Shfaqet një mundësi reale për të sjellë më shumë dashuri, bukuri dhe harmoni në jetën shtëpiake. Mund të marrësh një dhuratë, ose t'ja bësh vetes një të tillë, që përfiton drejt për drejt familjen ose shtëpinë. Kjo periudhë thekson bashkëpunimin, besimin dhe besimin tek jeta. Nga 30 qershori e tutje, fillon një kapitull i ri. Nga 30 qershori, fokusi zhvendoset ndjeshëm. Ana jote krijuese, lozonjare dhe romantike fillon të zgjerohet, të zhvillohet dhe të lulëzojë. Kjo është një periudhë shumë e fuqishme për vetëshprehje, forma të reja argëtimi, eksplorime romantike. Ky ndikim zgjat pak më shumë se një vit. Nga 30 qershor 2026 deri më 26 korrik 2027. Tani, vëmendja jote shkon drejt kënaqësisë, gëzimit dhe shprehjes së lirë të vetvetes. Bota jote romantike dhe krijuese rritet dhe zgjerohet, dhe dëshira për të shfaqur individualitetin dhe kreativitetin tënd bëhet më e fortë. Sa më shumë mëson të shprehesh pa ndjesë dhe pa frikë, aq më i gatshëm bëhesh të marrësh rreziqe personale pozitive. Dashuri, argëtim dhe krijimtari. Gjatë këtij cikli, mundësitë romantike janë të shumta, ka më shumë hapësirë për pushim dhe argëtim, shprehja personale bëhet më unike dhe autentike, hobet dhe aktivitetet zbavitëse marrin rëndësi të veçantë. Në aspektin krijues, kjo energji të mbush me ide, plane dhe vizione për të realizuar një ëndër personale. Kjo është një periudhë pjellore në shumë nivele, si fizikisht, ashtu edhe emocionalisht. Romanca mund të lulëzojë, por është e rëndësishme të theksohet se ky ndikim lidhet më shumë me takime të lehta, njohje dhe eksplorime romantike, jo domosdoshmërisht me lidhje të forta dhe afatgjata. Besim, popularitet dhe identitet personal. Ky ndikim mbështetës dhe përforcues ndikon fuqishëm edhe në vetbesim, popularitet personal, mënyrën si të shohin të tjerët. Në fakt, gjatë këtij viti, aktivitetet krijuese, romantike dhe argëtuese fillojnë të përkufizojnë gjithnjë e më shumë.
Ato përmirësojnë imazhin që ke për veten dhe imazhin që të tjerët kanë për ty të identifikohesh me krijimet e tua, me pasionet e tua, dhe, për disa, edhe me fëmijët, nëse janë pjesë e jetës, më shpesh se zakonisht ti ndjek zemrën. Dhe pikërisht aty qëndron forca kryesore e kësaj periudhe. Jeta personale dhe familjare, deri më 30 qershor 2026, deri më 30 qershor 2026, fokusi yt kryesor është jeta personale, familja dhe shtëpia. Kjo është një periudhë zgjerimi, stabilizimi dhe përmirësimi të bazës tënde emocionale. Ndihesh më i sigurt për vendin tënd në jetë, marrëdhëniet familjare përmirësohen, shtëpia bëhet më e rëndësishme emocionalisht, mund të ketë zhvendosje. Blerje prone, zgjerim shtëpie ose përmirësim të kushteve të jetesës është një kohë e fortë për shërim emocional, pajtim me të kaluarën, ndërtim sigurie të brendshme, kujdes nga shpenzime të tepërta për shtëpinë, izolim i tepruar, shmangje. Përgjegjësisht të tjera. Nëse ruan masën, kjo është një nga periudhat më mbështetëse emocionalisht për ty: dashuria, krijimtaria dhe kënaqësia, nga 30 qershor 2026. Korrik 2027. Nga 30 qershori 2026, energjia zhvendoset fuqishëm drejt dashurisë, romancës, krijimtarisë, argëtimit dhe shprehjes personale, je më magnetik, i guximshëm emocionalisht, kreativ, i dukshëm për të tjerët. Romanca lulëzon, por më shumë në formë eksplorimi dhe kënaqësie, jo domosdoshmërisht angazhime afatgjata. Sfida kryesore, teprimi. Me qejfet, konflikt mes kënaqësisë dhe përgjegjësive, tension mes miqve dhe partnerëve. Nëse gjen balancën, kjo është një periudhë jashtëzakonisht frymëzuese dhe joshse. Saturni në Dash, prova e pjekurisë, shkurt 2026, prill 2028, nga 13 shkurti 2026, hyn në një cikël serioz dhe formues që zgjat deri në prill 2028. Kjo është periudha ku identiteti yt testohet, iluzionet bien, ndërtohet versioni i vërtet i vetes, do ndihesh më i përmbajtur, më serioz, më i vetëdijshëm për kufijtë e tu, por kjo nuk është humbje, është ndërtim themeli, kohë ideale për disiplinë personale, përmirësim fizik dhe shëndetësor, projekte afatgjata, punë të pavarur, nuk shpëton më lehtë nga gabimet. Saturni kërkon përgjegjësi reale. Ata që punojnë me durim tani, fiton shumë fish më vonë. Gjatë këtyre viteve, mënyra si i sheh paratë, sigurinë dhe pasurinë ka ndryshuar shumë. Mund të kesh përjetuar luhatje financiare, por kjo të ka mësuar të mos varesh verbërisht nga një burim i vetëm. Kjo periudhë të ka shtyrë të mendosh ndryshe, të kërkosh burime alternative të ardhurash, të provosh punë online, freelance ose ide të reja, të kuptosh se paratë janë mjet për liri, jo qëllim në vetvete. Në janar dhe përgjithsisht gjatë vitit 2026, kjo sjell surpriza pozitive, sidomos nëse je i hapur ndaj ndryshimin. Ti fillon ta vlerësosh më shumë talentin dhe aftësitë e tua, dhe kjo reflektohet edhe te të tjerët. Nga 25 prilli e tutje fillon një cikël shumë i gjatë dhe i rëndësishëm deri në vitin 2033 që prek mendjen, komunikimin dhe mënyrën si lidhet me botën. Gjatë kësaj kohe, mendja jote bëhet më e hapur dhe kreative, idetë janë më të guximshme, ndryshe dhe origjinale, interesat ndryshojnë shpesh, mund të studiosh gjëra të reja, komunikimi yt bëhet më i fortë, më i lirë, më i sinqert, jeta e përditshme bëhet më dinamike, takime të papritura, informacione që të ndryshojnë këndvështrimin, lidhje të reja me njerëz, fqinjen të afërm ose online. Ndonjëherë mund të ndihesh i shpërqendruar ose i mbingarkuar, por në përgjithësi kjo është një periudhë zgjimi mendor. Muaji korrik është veçanërisht i fortë, ide të mëdha, lajme të mira, frymëzim për të shkruar, mësuar ose komunikuar ndryshe, mundësi të reja në dashuri dhe shoqëri, njerëzit fillojnë të dëgjojnë më shumë, fjalët e tua kanë peshë. Mendimet e tua ndikojnë. Vizionet e tua marrin formë. Mesazhi kryesor i kësaj periudhe: mos u kap pas së vjetrës nga frika. Mëso të jetosh me ndryshimin, shprehu lirshëm dhe përdor mendjen tënde si mjet për liri dhe zhvillim. Planeti yt sundues në 2026, Marsi. Në vitin 2026, planeti yt sundues është Marsi, dhe kjo është një lajm i mirë për ty. Marsi nuk shkon në prapavi, retrograd.
Gjatë vitit 2026, kjo do të thot ecje përpara, më pak vonesa dhe më shumë qartësi në veprime. Gjërat lëvizin më natyrshëm për ty, megjithatë nga 5 nëntori 2026, Marsi hyn në fazën përgatitore të retrogradës që ndodh në 2027. Kjo është një kohë për vëzhgim, reflektim dhe durim. Jo për nxitim, kur duhet të kesh kujdes. Marsi është jashtë kufive, out of bounds, në disa periudha, që do të thotë reagime më impulsive, veprime jashtë karakterit, rrezik për konflikte të panevojshme. Këto periudha janë deri më 4 janar 2026, nga 3 gusht deri më 28 gusht 2026. Në këto kohë, mos e tepro, mos shty limite, merr frymë dhe vepro me qetësi. Ditë shumë të forta për ty në 2026, këto janë ditë kur Marsi të mbështet fuqishëm, ideale për vendime, veprime, projekte, guxim dhe iniciativa personale. Datat kryesore: 7-19 janar, 21. 22 shkurt, 13-21 mars, 16-20 prill, 16-18 maj, 3-5-19 korrik, 10 gusht, 7 tetor, 9-15 nëntor, përmbledhje. 2026 është vit veprimi dhe ndërtimi. Ke më shumë energji, disiplinë dhe fokus. Suksesi vjen kur vepron me strategji, jo me nxitim. Durimi në fund të vitit është çelësi përfitore më të mëdha në 2027.